Një zhvillim që mund të rrisë ndjeshëm tensionet mes Rusisë dhe NATO-s. Gjatë një sulmi masiv rus ndaj Ukrainës, një objekt që autoritetet ukrainase thonë se ishte një raketë lundruese ruse, hyri rreth 100 kilometra në hapësirën ajrore të Polonisë. Raketa shpërtheu në një fushë pranë qytetit Lublin, duke krijuar një krater rreth 10 metra të gjerë. Fatmirësisht nuk raportohen për viktima në territorin polak. Kryeministri Donald Tusk deklaroi se hapësira ajrore e Polonisë është shkelur dhe thirrri menjëherë një mbledhje emergjente të institucioneve të sigurisë. Ndërkohë Rusia kreu një val të re sulmesh ndaj Ukrainës, ku humbën jetën të paktën 8 persona, mes tyre edhe 2 vajza të mitura. Moska pretendon se kishte në shënjesër aeroporte dhe objekte ushtarake, ndërsa Kievi akuzon Rusinë për goditje ndaj zonave civile. Është ky një incident i izoluar apo një sinjal se lufta po afrohet gjithnjë më shumë në kufijtë e NATO-s?